Po më thonë në fakt, po më bëjnë edhe në shenjë nga regjia që duhet ta mbyllish emisionin, po thonë ta mbyllish me gjarprin aty të jem edhe unë të jem aty. Më kap frika se. Hajde po vi, po e mbyllim. Në fakt, Fiona, jemi nga fundi dhe unë të falenderoj shumë. Ja, vendose dorën këtu. Se nuk e di do mundem të flas, mund të vazhdoj të flas në fakt. Mbaj gjarprin dhe në rregull. Po. Shive të shkon. Po. Bëta ta vë të qafa. Jo, të qafa jo. Do qash të zeç, më të problem mirë. Jo, të qafa jo. Jo, më mirë kaq. Për mua, në fakt për mua kjo është shumë, se unë të mbaj shisa çik sa çet rrin. Shumë mirë. Deri tash dukem jo. Besoj që dukem në fytyrë se si ndjehem, nuk e di a reflekton, megjithatë jo. Nuk e mendoja që do jem kaq e qetë. E rrin edhe shumë qetë tash, nuk e di a më pëlqeu apo çfarë. Thotë që të kam shumë gjatë, më vendos tek qafa. Te qafa s'di a kisha mund ta vendoj. Do ta provosh një? Hajde. Ama tani në flisnim për guximin gjithë emisionin, na del gazetarja jo guximshme. Hajde po e provojmë. Bravo! Ama ti qëndro afër? Ja, e këtu jam mos e vejt më ndë. Hajde. Ja. Ja, pra, edhe këtë e provova, edhe këtë e bëra që nuk e kisha menduar asnjëherë që do e bëj. Në fakt, unë e dridhem tash në këto momente. Po, që e provova. Ja dola. Fiona, faleminderit shumë. Nuk të shtrëngon. Po, jo, nuk më shtrëngon, është shumë në rregull, Faleminderit ju. Faleminderit shumë. Mund ta marrësh tash se ju kam shumë gjan, unë po e lë edhe gjarprin këtu me ty. Jo. Mbyllën emisionin, i ka pa që. Si jam duke lëvizur unë? Fiona. Po, më la. Të dashur shikues, tu do ta mbyllim unë